Ditë me diell dhe temperatura të larta në të gjithë vendin, ja si parashikohet moti ditën e sotme. Ditën e sotme, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë territorin. Parashikohet që orët e paradites dhe pasdites të jenë me diell, ndërsa në zonat malore mund të ketë kalime të lehta vranësiras gjatë mesditës. Temperaturat pritet të shkojnë nga 19 në 32 gradë Celsius. Era do të fryjë nga Averilindja në veri perëndim me një shpejtësi mesatare prej 8 metër në sekond. Në Lugina dhe përgjatë vijës bregdetare, era do të jetë me theksuar duke arritur heraherës deri në 14 metër në sekond. Deti do të paraqitet me dallgëzim të ulët nga 1 në 3 ball. Kushtet e motit pritet të jenë favorshme për aktivitete në natyrë, udhëtime veçanërisht përgjatë bregdetit.